E pra të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish së bashku. Këtë herë për të vënë në vëmendje Bian, Albën edhe Benitën. Ju e dini shumë bukur që brenda kësaj shtëpie, domethënë brenda Big Brotherit, Benita ka krijuar një lidhje dashurie me Tonin. Një lidhje që unë e shoh që Benita e mban me shumë egoizëm. E mban me shumë xhelozi dhe mundohet që Tonin ta bëj pronën e vet që mos e prekën asnjë gocë tjetër brenda këtij formati. Do të thënë ka krijuar një lloj strofulle të Tonit. Por marrëdhënia e saj me Albën, marrëdhënia në fakt e prishur me Tonin e çoi Benitën që të del nga ajo qetësia e saj, nga modestia e saj dhe marrëdhënia me Albën dikur ishin dy shoqe tepër të mira, ndërsa tani dy armike brenda asaj shtëpie. Alba i thotë që nuk të kam thënë kur shoqe, Benita ja thot po të njëjtën, por në këtë mes krahas Benitës qëndron jashtëzakonisht shumë Bia, do me thënë e quan si një lloj hakmarrje kundër drejt Albës. Tani, përflitej shumë që Lim Hoti, ish i dashur i Albës, ish i dashur i Bijës, do të bëhej pjesë e formatit të Big Brotherit dhe dyshimet janë që të bëhet o edicionin e sonтëm, domethënë natën e sonтme, ose të bëhet pjesë të hënën, pjesë e këtij formati sepse janë në biseda lart edhe poshtë, domethënë Limi nuk është se e ka finalizuar komplet këtë kërkesën apo këtë dëshirën që Olsa ka shprehur kundërdrejt tij për të qenë pjesë e këtij formati, por siç duket Limi do të jetë pjesë e këtij formati. Tani, sonte Alba mund të vehet drejt një kryqëzimi që në fakt duhet të zgjedhen se si ta bën lojën, sepse në qoftë se edhe Limi futet brenda në shtëpi, unë jam shumë i bindur që Limi do të krijon një lloj komoditeti dhe afrimiteti më të madh me Bijën, sepse Bija është do ta them me gjithgojë, është më e sprovuar në këtë rrugë dhe di se si ti fiton gjërat, ndërsa Alba mendoj që do të futet në mendime të ndryshme dhe do të demoralizohet dhe demoralizimi mund ta nxjerrë shumë keq. Por në raportin në të cilin është hapur, do të thënë e shikoj që banorët e shohin Albën si me një lloj urrëtie, si me një lloj inati, si me një lloj mlefi dhe nuk dëshirojnë asnjë gjë përtej saj, qoftë për t'i dhënë edhe një lloj mbështetje apo për t'i dhënë edhe një lloj emocioni që Alba të hecën më përpara. Dua të marr mendimin tuaj, si e shikoni ju hyrjen e Limit gjithmonë nëse ndodh sonte, do të thënë nuk ka të konfirmuar asnjë gjë, kështu që mos besoni lajmet lart edhe poshtë. Unë e di që janë në biseda produksioni, por nuk është se ka një konfirmim nga ana e Limit që tjetë, do të thënë mund të jetë gjithçka surprizë dhe se si mendoni të vepron Alba dhe këtë krisjen, më falni, të shoqërisë së Benitës edhe të Albës dhe mesi i tyre normalisht Bija.